Në vijim të vlerësimit mund të theksojmë disa aspekte të rëndësishme që e bëjnë emisionin Përputhen me Megi Pojanin dhe Larit Vasini një fenomen televiziv të veçantë. Së pari, ndikimi kulturor dhe shoqëror i programit është i dukshëm. Përputhen nuk është thjesht një reality show, dashuria për një arsye ku trajtohen temat që prekin jetën e përditshme të rinjve si komunikimi në marrëdhënie, respekti reciprok, parashikime shoqërore, roli i femrës dhe i mashkullit në raportet romantike apo ndikimi i rrjeteve sociale në ndërtimin e identitetit personal. Megi Pojani, me natyrën e saj të hapur dhe pakomplekse, arrinti si këto tema në qendër të vëmendjes me një qasje të sinqertë dhe energjike që flet me gjuhën e brezit të ri. Së dyti, përfshirja e publikut përmes komenteve, rrjeteve sociale dhe reagimeve online e ka bërë Përputhen një platformë ndërvepruese. Ky dialog i vazhdueshëm midis konkurrentëve, panelit dhe audiencës krijon një formë moderne komunikimi televiziv ku spektatori nuk është thjesht vëzhgues, por pjesëmarrës aktiv në ndërtimin e opinionit publik. Në këtë aspekt, roli i Larit Vasilit është thelbësor. Ai ofron jo vetëm një analizë artistike psikologjike të situatave, por edhe një perspektivë edukative me mënyrën e tij të artikuluar dhe shpesh filozofike. Laerti arrin të ngrijë pyetje mbi moralin, respektin dhe autenticitetin e marrëdhënieve duke i dhënë emisionit një ton më të thellë domethënës. Ky kombinim me spontanitetit të Megit dhe reflektimit të Laertit krijon një balancë të fortë në dinamikën e studios. Nga ana e produksionit, Përputhen ka ruajtur cilësi profesionale në përmbajtje dhe pamje. Kamera, ndriçimi, kostumografia dhe muzika e sfondit janë të menduara për të dhënë ritëm dhe ngjyrë çdo episodi. Por më tepër, mënyra se si prezantohen historitë personale të konkurrentëve sjell një përzgjedhje emocionesh nga të qeshurat e reflektimit duke bërë spektatorin të ndjejë lidhje me personazhet. Megjithatë, si çdo program i madh televiziv, Përputhen përballet me kritika